Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve në RTK. NATO-ja do të mbaj pezull thellimin e partneritetit me Serbinë nëse ka llogaridhënie për sulmin në Banjsk. Kështu tha zëvendës ndihmë sekretari i përgjithshëm i NATO-s Kevin Hamilton në një takim me gazetar në Prishtinë. Hamilton njoftoi se këtë mesazh u ka përcjellë dhe udhëheqësve shtetëror në Beograd. Përveç për Banjskën e kanalin e Ibër Lepencit nga Serbia, zyrtari i NATO-s pret përgjegjësi e vendosje të drejtësisë edhe për lëndimin e mbi 90 pjesëtarëve të KFOR-it në protestën e 29 majit 2023 në Zveçan. Ambasadori i NATO-s deklaroi po ashtu se fuqitë të huaja qëllimkëqija sikurse Rusia po përdorin dezinformimin në dëm të sigurisë së Kosovës, derisa u bëri thirrje qytetarëve të kenë kujdes me ato që i lexojnë. Komisioni Evropian ka konfirmuar se Kosova ende nuk e ka dorëzuar kërkesën për pagesën e radhës nga fondet e planit të rritjes të Bashkimit Evropian. Sipas rregullave të këtij mekanizmi financiar, afati për dorëzimin e kërkesës është 15 korriku. Ndërkaq 30 qershori paraqet afatin përfundimtar për zbatimin e reformave të parapara për këtë periudhë. Komisioni Evropian ka konfirmuar se ende nuk ka pranuar nga Kosova kërkesën për pagesën e radhës nga fondet e planit të rritjes. Afati për dorëzimin e kërkesës është 15 korriku, ndërsa dita e fundit e qershorit paraqet afatin përfundimtar për zbatimin e reformave të parapara për këtë periudhë. Dorëzimi i kërkesës nga autoritetet vendore është procedure parapar me rregullat e planit të rritjes, ndërsa miratimi i pagesës së kësteve bëhet pasi Komisioni Evropian ta vlerësoi pozitivisht zbatimin e reformave. Afati i ardhshëm i raportimit për Kosovën do jetë më 30 qershor. Shpërndarja e fondeve nga Bashkimi Evropian nënshtrohet vlerësimit të përmbushjes së hapave të agjendës së reformave, si dhe pajtueshmërisë me kushtet dhe parakushtet e përgjithshme. Me skadimin e afatit për 13 reforma më 30 qershor të këtij viti, Kosova rrezikon të humbas fonde nëse nuk përparon në zbatimin e agjendës së reformave, ka deklaruar një zëdhënës i Komisionit Evropian. Vlera e reformave që Kosova duhet i zbatoj deri më 30 qershor arrin mbi 90 milion euro. Siç kanë shpjeguar zyrtarët e Komisionit Evropian, fundi i këtij viti shënon afatin përfundimtar edhe për 27 hapa tjerë reformash në vlerë prej afro 166 milion eurosh. Nga Komisioni Evropian është porositur se Kosova duhet të përshpejtoj zbatimin e agjendës së reformave për të shmangur humbjen e këtyre fondeve. Fondet nga plani i rritjes ndryshe në rast se humben janë të pakthyeshme dhe kjo vlen për secilin shtet të Ballkanit Perëndimor. Ushtruesja e detyrës së presidentes Albolena Haxhiu, ministri në detyrë i punëve të brendshme Xhelal Sveçla dhe drejtori i përgjithshëm i policisë Gazmend Hoxha inauguruan nën stacionin e ri policor në Junak të Zveçanit. Sipas Haxhiut, ky nën stacion forcon praninë institucionale, rrit sigurinë dhe fuqizon sovranitetin e Republikës së Kosovës. Ajo u zotua se do të vazhdojnë investimet në polici, në siguri dhe në forcimin e institucioneve shtetërore për të mbrojtur sovranitetin, rendin kushtetues dhe për të ndërtuar një Kosovë më të zhvilluar e më të sigurt në çdo cep të saj. Po ashtu ushtruesja e detyrës së presidentes ka peruruar në veri të vendit strekimorën për viktimat e dhunës në familje, objekti së cilës u rinovua me një investim rreth 650.000 eurosh. Në prezantimin e pyetësorit rajonal për drejtësi, të financuar nga Bashkimi Evropian dhe të realizuar nga Banka Botërore në bashkëpunim me Ipsos Kosova dhe partner të tjerë, u theksua se përparimi në sundimin e ligjit dhe funksionimin e gjyqësorit mbeten elemente thelbësore për procesin integrues evropian të Kosovës. Rekomandimet për avokimin tonë dhe reformat e kërkuara prej palëve të ndryshme të interesit në sistemet e shundimit e ligjit, për shkak se për objektivat afatmesme të Kosovës të fillojnë negociatat parantarëse.
gjërat thelbësore, themeltare në këtë drejtim, si të përcaktuar nga metodologjia e Komisionit Evropian, janë saktësisht grupi 1, klasteri 1 që janë fundamentale, themelore, dhe kjo imbulon kapitulli 23 dhe 24 dhe kjo drejt për drejt ka të bëjë me gjyqësorin dhe sundimin e ligjit. Për ne si Ministria e Drejtësisë, ky raport natyrisht ka rëndësi të veçantë sepse na ndihmon jo vetëm të identifikojmë progresin e arritur, por edhe sfidat që kërkojnë veprime tjera tutje në kuptim të përmirësimit dhe avancimit në fushën e sundimit të ligjit. Gjetjet e kësaj ankete tregojnë se nga viti 2020 deri në vitin 2025 ka pasur zhvillime pozitive në disa dimensione kyçe të sistemit të drejtësisë në Kosovë, e cila do të thotë është mjaft inkurajuese. Kryeministri në detyrë Albin Kurti mori pjesë në prezantimin e projektit ideor për rinovimin dhe zgjerimin e qendrës së studentëve në kuadër të përgatitjes për lojrat mesdhetare 2030. Rinovimi, zgjerimi dhe modernizimi infrastrukturës strategjike arsimore dhe sportive në Prishtinë është një nga projektet kryesore në kuadër të bashkëpunimit ndërmjet Kosovës dhe Francës nëpërmjet Agjencisë Franceze për zhvillim për lojrat mesdhetare Prishtina 2030. Kurti deklaroi se duke marrë shkas nga lojrat mesdhetare 2030, do të rregullohet komplet kampusi universitar me kapacitete shtesë, me pajisje moderne dhe gjithashtu me kushte të përshtatshme për jetesë të studentëve që do t'i përdorin në të ardhmen. Kryetari i Prishtinës Përparim Rama në një konferencë për media ka thënë se projekti për ishullin urban po bllokohet qëllimisht nga Inspektorati për Trashëgimi Kulturore. Ai ka ftuar prokurorinë që të ndërmarrë masat e menjëhershme lidhur me bllokimin e punimeve. Për fat të keq, prap punët tona po bllokohen. Po i bllokojmë 30.000 banor, 30.000 qytetar të kryeqytetit, me ju kriju mundësinë me kalu të sigurt prej anës të Arbërisë në qendër të kryeqytetit. Kujt po i pengojnë këto punë? Qeveria vazhdon për çështje puro politike me bloku kryeqytetin. Derisa të njëjtën kohë ju jep leje sektorit privat. Çfarë hipokrita, çfarë hipokrizie. Nuk do të lejoj si kryetari kryeqytetit që të bllokohen më shumë se gjysmë milion banor të kryeqytetit nga njerëz që janë të paaft, që nuk ja dojnë të mirën këtij qyteti, që nuk ja dojnë të mirën këtij vendi. Prandaj e ftoj prokurorinë që të ndërmarrë masa të menjëhershme të gjithë këta bllokues e sabotues me shku në prokurori.